Pyetja e parë thot: Assalamu alaikum hoxh, wa alaikum salam wa rahmatullah. A ka mundësi me na sqaru rreth sejdës që bëhet gjatë leximit të Kuranit? Na është vajib ta bëjmë dhe si bëhet, çfarë lutje bëhet? Sejdja e leximit, do të thonë, është në te ata ajete në të cilat përmendet sejdja në mënyrë urdhërore ose përmendet se Allahu t'i bën sejdë çdo gjë. Janë 14 vende në Kuran, kur njeriu lexon ato ajete, atëherë bën sejdë. Dhe këto ajete janë të shënuara në mushaf, do të thënë ata që i dinë përmendsh, e dinë vendin ku duhet bëhet sejdë, ata që nuk e dinë, e shohin atë simbolin e sejdës që është ato ajete, dhe kur e lexon ato ajete, atëherë është e ligjshme që njeriu të bëjë sejdë. Por kjo sejdë nuk është obligim, është e preferuar dhe është prej suneteve të forta. Kjo është dispozita, kurse si bëhet, dhe nëse është jashtë namazit, duke lexuar Kur'an, do të thënë në atë gjendje që është duke lexuar, vetëm thot Allahu Akbar edhe bien sejdë. Dhe kur ngrihet pastaj prej sejdës, nuk thot Allahu Akbar, kurse kur t'jet në namaz, gjithashtu kur lexon atë ajet, thot Allahu Akbar, shkon në sejdë dhe ngrihet gjithashtu duke thënë Allahu Akbar. Përndryshe prej kushteve, do të thënë prej çështjeve të sejdës, nuk është kusht që t'jetë njeriu me abdes, edhe nuk është kusht që t'jetë në drejtim të kibles, pra ashtu siç është duke lexuar Kur'an, vetëm bën sejdë kur vjen ajeti i sejdës dhe asgjë më tepër. Pra nuk ka lidhje që të lidhet marrë tekbir fillestar, disa i lidhin duart, pastaj prapë thonë Allahu Akbar për të shku. Madje disa edhe si e kam pa, edhe japin selam pas kësaj sejdë, do të thënë jashtë namazit. Gjitha këto nuk janë të ligjshme. Do të thënë vetëm thot Allahu Akbar, bien sejdë, edhe nga ajo pozit në të cilën ka qenë duke lexuar Kur'an, edhe pastaj vetëm ngrihet edhe vazhdon me leximin e Kuranit. Kurse në sejdë, duke qenë sejdë, thuhet njësoj ajo që e thot njeriu në sejdën e namazit. Subhana rabbiyal a'la dhe dhikret tjera që janë të transmetuara për në sejdë, nuk ka diçka të veçantë për sejdën e leximit. Sa i përket dispozitës, më thamë se është sunet, edhe për atë që është duke lexuar, edhe për atë që është duke u falur, nëse është imam, kurse jashtë namazit për ata që e dëgjojnë lexuesin, nëse ai bën sejdë, atëherë është sunet për këta që të bëjnë sejdë. Nëse ai nuk bën, nuk bëjnë as dëgjuesit. Edhe namaz njësoj. Nëse bën imami, atëherë xhamati e kanë obligim të bëjnë sejdë bashkë me imam, sepse e kanë obligim ta ndjekin imamin. Dhe nëse nuk bën imami sejdë, atëherë nuk lejohet për ata që të bëjnë sejdë. Wallahu a'lam.